Atë ka shku në Armenia me kënu ndarësëm. Ka shku menja. Më fejut ka shku menja, po me kënu ndarësëm jo. E krova kongën e ri. Jo, seriozisht, nuk e shoh veten në zhanrin popullor ose tallavo. Kështu që as në darsma. Tarmës nuk I dihet kur, po nuk jam shumë modern, jam shumë po kam edhe lulet e vokalit I kam edhe ngjyrën e kam shumë të preme për një zhanër. Mendoj që do gjona janë të caktuar prej dikujt tjetër. Është ai nalt që ti cakton, kështu që nuk mendoj që ndonjëherë shoh veten në dorë. Në ato epokave të fundit është bosh kthyn fenomen po mdokët, se shumica e artistave me hika pak edhe katallavaja. Ç'është doket kjo, për shembull një artist I cili ka kënu R&B, ka kënu pop, besa dhe hip hop, ka pak e rap e kështu, edhe në fund me u kthy me kënu në muzikë të darsmave ose tallava. Qysh e sheni ju si artist, thjesht si kur artist, jo si David. Po, mendimi jam, pasi më pyet, mendimi im si artist, si thotë edhe ju, është që nuk kam se më aprish vetes imazhin ose karrierën që kanë ndërtuar me shumë zor, le të themi, plus në kohën edhe vitet kur kanë dalë artistat e tillë, sepse edhe kanë munden me jetu prej profesionit muzikës, edhe kanë pas sukses, edhe njerëzit I njohin I duhin edhe jo këndojnë këngët, kështu që nuk mendoj që për pak lek më shumë, se po më bën me u shpreh pak më ashpër, me hyrë në një zhanër që ti nuk e ke bë kur, ose do në me bo për çështje financiare, e këte ja fut minus vetes krejt, ja fut shkelm diqysh, ashtu I bie krejt punës, njerëses, mundimit, e kohës, energjisë që ke harxhu gjithë ato vite me ndërtu. Nuk e shoh etike. Edhe nuk e di, po shkoj edhe unë se kështu është afun. Po shkoj edhe unë se ka shku edhe tjetri ose tjetra. Por jo, unë mendoj se është me të lindun pjesa e darsmave dhe tallavos, do të kesh talentin, do të kesh ato trillerat, që janë disa artista caktuar që e bëjnë më së miri në botë atë pjesë dhe atë zhanër, kështu që t'ja u lajm atyre, edhe ti bëje pjesën tënde, siç je identifikuar dhe siç kanë njoftë dhe dash njerëzit. Po. Edhe qëndro aty në shtratin tënd, le të themi kështu. Cili është në një artist që kishe dash me pas një bashkëpunim me to? Që nështë ka herë ke ndru, ka herë, se s'mund është nështë me më kuptu fjallën ka herë. Jo, e kuptoj gjitha. Po më ti? I kuptoj. Okej. Të dyja termet I kuptoj. Shqiptar apo I huaj? Çfarë do? Kush do që te e ki ondër, ose tash më lehtësove pak. Shumë më pëlqen jo vetëm se është shqiptare Dua Lipa. Më pëlqen shumë guximshmëria e saj, edhe më pëlqen shumë ndryshueshmëria që bën në eksperimentet që eksperimenton, edhe me të mendoj që na ishin përshtat vokale shumë, ose nëse hym ka muzika klasike, se un kam studiuar edhe për opera, Andrea Bocelli. Okej. Është një zë angjëllor. Kështu që I pas ke domethënë, veç kur të vjen momenti, veç kur të shohim Davidin. I hope so. Kismet kur punon njëri asa dhe vet kur don diçka dhe kur punon pa dyshim që mundesh me arrit atje.